Kurse këtu pastaj... Po këtu që është edhe një... Këtu pastaj unë thash, kur erdhi i mbirë njetë, ishte një kryevepër, por kur vin ka nipi Mirela, nuk e shpjegoj dot çfarë dashuri është. Nuk e shpjegoj dot, sepse unë shikoja baban tim, shikoja gjyshir të tjerë dhe se kuptoja çdo të. Po duhet të bëhesh që ta kuptosh, është një dashuri divine e pashpjegueshme. E qartë. Është njeriu për cilin unë jetoj sot. Ashtu, nipi. Exact. Çfarë thot ai kur shikon gjyshin në televizor që e planet? Shiko, kemi një lidhje të jashtëzakonshme, Mirela, kemi një lidhje, domethënë e dua dhe më do çmendurisht, kemi një lidhje, nuk e di, është një dashuri të thash pa dimension dhe e pashpjegueshme, por ardhja e nipit në shtëpi është një dritë hyjnore. Ashtu. Është një dritë hyjnore. Me biciklet, me nipin, Dalim, shiko, gjithmonë dalim, unë merrem me sport, edhe ai ka qef del. Aja ku jemi, dalim çdo ditë nga liçeni, domethënë përpiqem të argëtoj maksimalisht. Dhe kënaqet me mua dhe kënaqem unë me të, sepse ka një fazë tash Mirela që fillon pyet çfarë është kjo. 9. 9 vjeç. Çfarë është kjo, çfarë është ajo? Është në klasën e 4 në një kolegj. Edhe shikoj që rritet hapësira e interesit nga pyetjet që bën, nga përgjigjet që do. Mendon që do bëhet gazetar? Ti do doje? Shiko, i mbir Maseli, mbaroj gazetarin, mbaroj dhe juridikun. Nuk e lash të bëj gazetar, sepse është shumë e vështirë të bësh karrierë, shumë e vështirë, edhe i thash, më mirë ndiq këtë juristin, dhe atje shkoj. Tash se çfarë do bëhet, po kam përshtypjen që po merr 10 në matematikë dhe... Ti do ta lije, do të doje që të bëj gazetar, apo? Ja. Ja, po pse? Sepse shikoj sot që e kanë shumë të vështirë Mirela për të qarë, në qarë kuptimi. Nëse unë jam i aftë, ju jeni i aftë, unë shikoj një vështirësi të tmerrshme, sepse meritokracia varet në dorën e pronarit, në dorën e drejtorit, që ai ka një mendim subjektiv, do të hap rrugën, s'do të hap rrugën, nuk është se e ke rrugën ta marrësh me merit që, ore, kjo e meriton dhe do vi këtu. Kështu që në këtë kontekst, nuk kam dashur dhe nuk dua, sepse do të rinë, do të ende në rrugëve, se edhe unë në reporter kam qenë në fillim, për mu hap rruga, kam qenë reporter. Mirë po, falë drejtuesve që ishin objektiv, kishin mend në kokë që, ore, merre këtë Mirelën se kjo vlen, jo për këtë kusht, për këtë. Kështu që në këtë kuptim them sot është shumë e vështirë t'i hapet rruga njerëzve, dhe do t'i hapet rruga një njeriu që do pronari, ose një njeriu që do... Që është qok. Shtu të them unë të shi. E qartë. E di pse kam ngulat e kjo pyetje dhe mbyll këtu, sepse të gjithë gazetarët që kam pasur, të gjithë thoshin, fëmijën nuk dua ta bëj gazetar. Dhe pa më vjen keq. Për shembull, një noter, po ta pyesësh thot, po do t'ja lë noterin sepse do fitoj para. Një jurist thot, po do t'ja jap zanatin sepse më vjen kaq keq që një profesion i tillë që është dhe mision, të mos duash, sepse kemi kaluar përballjet tona që themi jo, këto që kemi kaluar ne mos t'i kaloj ty. Normal. Megjithatë, si ndjet Reizi në familje, se ti je Reiz Çiço tani. Ti je brand. Të duan s'të duan, kjo nuk diskutohet. Si ata që duan, si ata që s'duan, tri rehat tani, ti e brand. U tha Reiz Çiço dhe dihet se kë ke përballë. Tani te kjo familja jote e vogël, je ky i madh Reiz Çiço apo jo? Je babai? Absolutisht, jo, Mirela, unë për t'u kthyer një sekondë mbrapa që tha të duan, s'të duan, unë them që më duan sepse përfitoj nga rasti ti falenderoj. Të gjithë që shprehin në respekt, admirim pasi e ndjej kur lëviz, madje dhe jashtë shtetit në Londër, në kudo më vinë shqiptar, bëjmë foto, dua t'i falenderoj në të pjesë dhe ndjehem shumë mirë. Në familje pastaj unë jam një, që t'jemi sinqert fare, jam një shërbëtor. Shumë i zellshëm i familjes. Këtu ne jemi shtuar me Migenën, sepse ishim 3, erdhi nunësja e djalit që është këtu në qoshe Migena, u bëm 4, pastaj erdhi nipi. Familja është nuk është thjesht qeliza e shoqërisë. Familja është vendi ku ti gjen prejen madhështore, ku shkarkon, ku merr, për shembull Teuta është kritizerja ime më e madhe. Po më e madhja. Jo veshe kështu, jo e the kështu, jo se bëre kështu, kështu që në familje unë ndjehem, jo ai që thatë juve, unë jam një baba i përkushtuar, një gjysh i përkushtuar dhe familjen e kam të shenjtë. Dhe përpara se të kalojmë publicitet që të flas vërtet për karrierën tënde, dua të them që ne mes miqsh në Klan, kur
ne kemi punuar të dy në klan dhe ti vazhdon të jesh në klan dhe në ato kora që ne shkëmbeshim flisnim. Mes miq, kur ti ishe, ne thoshim që ky është gentlemani i fundit në këtë profesion. Kështu që le të flasim pas publicitetit për gentlemanin e fundit të televizionit, ndër të fundit, se ka ende emra shumë të mirë në ekran.